Horoskopi ditor, e diel, 26 prill 2026. Dashi. Kujdes nga egzagjerimet dhe përpjekjet për të fituar pikë intelektuale sot, i dashur dash, të cilat mund të kenë një çmim. Idetë dhe mëdha janë emocionuese tani, por për shkak se ende nuk jeni në gjendje shpirtërore për të parë se çfarë është vërtet e realizueshme, është më mirë ta ruani përpunimin e detajeve për një kohë më të organizuar dhe të kujdesshme. Mund të vendosni të shijoni ushtrimin mendor të menduarit për mundësi pa u mbështetur ende tek ato për rezultatet më të mira tani. Megjithatë, kujdesuni për anashkalimin e detajeve sot, për përpjekjet tuaja më të kërkuara ose të përditshme. Për fat të mirë, tranziti i sotëm Venus-Neptun inkurajon mirë kuptimin. Është një kohë kur ana sentimentale dhe e butë e natyrës suaj del në pa, dhe të tjerët e vlerësojnë atë ndërsa e zotëroni dhe e shprehni. Venusi është në sektorin tuaj të komunikimit, duke sugjeruar se përfitimet ka të ngjarë të lindin tani përmes të mësuarit, lidhjes, komunikimit dhe duke i kushtuar gjërave më shumë vëmendje. Komunikimet dhe gjestet tuaja janë qetësuese, shëruese dhe tërheqëse. Demi. Energjitë e sotme janë të mira për të menduar pozitivisht, i dashur Dem, por detajet mund të mos marrin vëmendjen e duhur. Ndonjëherë njerëzit kanë tendencë të bëjnë male nga pirgjet e dheut sot. Megjithatë, nuk është domosdoshmërisht humbje kohe, mund të çojë shumë mirë në ide dhe mundësi emocionuese. Sidoqoftë, është më mirë të rezervoni gjykimin ose të miratoni një qasje, prit dhe shiko. Tendenca është të bëni gabime kur gjykoni gjërat, kryesisht për shkak të optimizmit. Për fat të mirë, keni një tranzit Venus-Neptun në lojë që nxit imagjinatën tuaj dhe ju vendos në formë të mirë për falje, pushim dhe çlirim nga stresi. Të jepni llojin e miratimit dhe dashurisë që dëshironi të merrni është një ide e mirë tani, pasi energjitë janë të mira për të promovuar paqen dhe harmoninë. Kjo mund të jetë gjithashtu një kohë e mirë për të krijuar ide të reja në lidhje me menaxhimin e financave tuaja, megjithse objektet e rehatisë mund të jenë më tërheqëse se zakonisht. Mund t'ju pëlqejë të shkoni me rrjedhën dhe të pranoni gjërat ashtu siç janë sot, gjë që vjen si një pushim i këndshëm nga presionet aktuale. Binjakët. Gjej kohë për të marrë frymë thellë sot, të dashur binjak. Është veçanërisht e përshtatshme të relaksohesh në vend që të relaksohesh. Preferon t'i lësh mendimet e tua të enden më lirshëm sot dhe mund të jesh duke marrë në konsiderat ide fantastike ose duke ëndërruar mënyra për të ndjekur lumturinë afatgjallë. Është më mirë të mos i zbatosh ato ende, pasi jo praktikaliteti ka të ngjarë me një katror Merkur-Jupiter në lojë. Ki kujdes nga teprimi, por syno të shijosh ushtrimin mendor të përfshirë në të menduarit në terma të mëdhenj. Tranziti i sotëm Venus-Neptun ju akordon në elementet delikat ose të botës tjetër të jetës, dhe si rezultat, kuptimi juaj për të tjerët, veten dhe qëllimin tuaj rritet ndjeshëm. Çelësi është të shmangni shtyrjen e gjërave. Ofrimi i këshillave të sinqerta dhe të ndërgjegjshme, të qenit një burim ngushëllimi dhe frymëzimi i të tjerëve me depërtimin tuaj mund të ketë një ndikim të fortë tani. Fryma e miqësisë dominon. Është jashtëzakonisht e kënaqshme të vendosësh nevojat e të tjerëve para tuajave sot. Gaforja. Ka një tendencë për ta tepruar dhe sidomos për të thënë shumë sot, i dashur gafore. Mundohuni ta lini egon tuaj në derë kur hyni në arena profesionale ose në mjedise më formale. Me Merkurin në krye të tabelës suaj diellore, keni më shumë ndikim se zakonisht dhe energjitë e sotme sugjerojnë disa llogaritje të gabuara. Shmangni vendimet e papritura dhe impulsive për rezultatet më të mira. Megjithatë, kjo mund të jetë gjithashtu një kohë për të shtrirë mendjen tuaj për të marrë në konsiderat mundësi të reja. Po mendoni shumë përpara dhe në terma më të mëdhenj se zakonisht tani. Është thelbësore të thjeshtoheni pasi mund të jeni duke xhongluar shumë tani. Çështjet e karrierës janë pak të komplikuara, por edhe mjaft të freskëta dhe emocionuese. Gjithashtu, tranziti i sotëm Venus-Neptun mund të rrisë tërheqjen tuaj, ose mund të arrini një kuptim të dhëmshur të çështjeve që ju kanë frustruar më parë. Në disa fusha të jetës suaj mund të jetë koha për të lënë mënjan zemërimin në mënyrë që të mund të ecni përpara. Disa çështje po funksionojnë në mënyra misterioze, por magjike për ju. Mbështetja në idetë e së kaluarës mund të jetë e suksesshme. Luani. Mund të jesh i emocionuar për të ndarë mendimet, idetë ose besimet e tua sot, i dashur Luan, dhe ato mund të jenë shumë frymëzuese, por ki kujdes të dëgjosh edhe të tjerët. Gjithashtu, ki kujdes nga ata që mburen ose egzagjerojnë, pasi e vërteta mund të shtrembërohet shumë lehtë sot.
Megjithatë, të gjitha idetë e menduara tani nuk janë të humbura. Në fakt, mund të dalësh me diçka shumë të veçantë sot që do të duhet të përmirësohet më vonë. Mundësi të vërteta po vinë drejt teje dhe ka të ngjarë të lidhen me kanale krijuese, botimesh, udhëtimesh ose arsimore. Aspekti harmonik i sotëm midis Venusit dhe Neptunit ndihmon në zbutjen e gjërave, në fakt falja dhe hiri po shtyjnë lart e poshtë. Mund të dëshirosh të marrësh një shans për dashurinë dhe miqësinë me një gjest ose shprehje të sjellshme. Imagjinata rritet dhe mund të gjesh frymëzim përmes miqve dhe përvojave jo rutinë. Ky tranzit mund të ndihmojë në përmirësimin e humorit tënd dhe t'ju frymëzojë në nivele më të larta. Në vend të kësaj, mund të preferosh të përdorësh këtë energji të butë për të çlodhur dhe për të çlodhur, pasi është i shkëlqyer për lirimin e tensionit. Pavarësisht nëse marrëdhëniet janë aktualisht sfiduese apo të lumtura, ato mund të përmirësohen në mënyra delikate sot. Virgjëresha. Tranzitet e sotme ju frymëzojnë të merrni në konsiderat mënyra për të përmirësuar, përforcuar dhe shijuar marrëdhëniet tuaja, virgjëresh e dashur. Megjithatë, sot ekziston një tendencë për të bërë male nga pyrgjet e dheut, pasi informacioni hyrës mund të jetë i egzageruar. Nuk ka nevojë të hidheni në diçka, edhe nëse ndiheni kështu. Synoni të rezervoni gjykimin. Gjeni mënyra për të njohur veten dhe njerëzit e rëndësishëm në jetën tuaj më thellë, por keni kujdes që të mos humbisni detajet të rëndësishme dhe praktike ose të përqendroheni në gjëra që nuk kanë vërtet rëndësi në planin afatgjat në dëm të lumturisë suaj. Për fat të mirë, aspekti i sotëm Venus-Neptun ju inkurajon të shihni bukurinë në të zakonshmen. Mund të jetë një kohë e vetë zbulimit ose zhvillimit delikat dhe të këndshëm të një marrëdhënieje të ngushtë. Ju jeni në një pozicion për t'i parë çështjet në një dritë të dhëmshur, më shumë se zakonisht. Mund të ketë një cilësi vizionare në qëllimet tuaja ndërsa përgatiteni dhe imagjinoni mënyra të reja për t'i bërë gjërat të ndodhin. Mund të angazhoni një audiencë, grup ose person me këtë aspekt që ndodh në intimitetin tuaj dhe sektoret publik. Fitimi një farë çlirimi nga presioni ndihet i mrekullueshëm tani. Mund të shfaqen mundësi për të gjetur anën pozitive. Përparimet e vogla dhe lëvizjet delikate janë në favor tani. Peshorja. Kini kujdes që të mos lodheni duke u përpjekur shumë ose duke vendosur qëllime të egzageruara për veten tuaj sot, të dashur peshore. Është më mirë të shmangni nxitimin në punë ose biseda, pasi është e lehtë të anashkaloni diçka kritike ndërsa Merkuri dhe Jupiteri përplasen. Gjykimi mund të jetë i gabuar vetëm për momentin. Ndërsa mund të shijoni më shumë liri mendore, mund ta keni edhe më të vështirë të mbyllni diçka në vete. Është më mirë të mos bëni premtime ose të mos i besoni shpalljeve të tjerëve vetëm për momentin. Sidoqoftë, tranziti i sotëm Venus-Neptun ju ndihmon të lironi tensionin dhe të qetësoni gjërat. Ju tërhiqeni nga kënaqësia e lehtë dhe mund të ketë një raport pothuajse psikik me dikë të rëndësishëm në jetën tuaj. Tërheqja sot vjen përmes butësisë dhe ngrohtësisë. Dëmshuria dhe mirëkuptimi janë më të bollshme dhe një dozë e shëndetshme mund të ndihmojë në forcimin e një lidhjeje. Është gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të eksploruar një interes ose temë të re. Energjitë e sotme lidhin zonën tuaj të partneritetit me sektorin tuaj të besimeve, vizionit dhe zbulimit në një mënyrë të këndshme. Çështjet e dashurisë mund të lulëzojnë ndërsa hapni zemrën tuaj ose ndani perspektiva. Akrepi. Është e lehtë të nxehesh në një nivel mendor sot, i dashur akrep. Nuk është në thelb diçka e keqe, pasi disa ide të shkëlqyera mund të dalin nga ky lloj tensioni. Gjithashtu, të menduarit për ide të mëdha mund ta tendosë mendjen. Sidoqoftë, varet nga ju ta mbani këtë të moderuar kur është e përshtatshme. Idetë se si të merreni me punët e shtëpisë, punën ose përpjekjet shëndetësore mund të jenë veçanërisht emocionuese. Mund të ketë mënyra inovative për të adresuar një problem shëndetësor ose mekanik që po ju vjen tani, dhe truku do të jetë të përqendroheni mjaftueshëm gjatë për të ndërtuar një plan realist. Mbani mend se mund të ketë disa biseda mashtruese ose pista të rreme sot, por shijoni ide të reja që ju emocionojnë dhe motivojnë tani. Tranziti i sotëm Venus-Neptun favorizon që misteret të zbulohen me ritmin e tyre në vend që të përpiqeni të nxitoni gjërat. Intuita juaj për punën, shëndetin dhe kërkimin ose analizën po rritet. Ky tranzit mund të ndihmojë në frymëzimin e një dashurie për rutinën ose punën tuaj dhe t'ju inkurajojë të sillni më shumë imagjinat në punët tuaja të përditshme. Mund të gjeni kohë për të çlodhur dhe për të shijuar veten. Shigjetari.
Shigjetari i dashur sot mund të ketë një tendencë për të egzageruar, e cila duhet zbutur. Mund të hidheni në mendje një ide e re dhe në entuziazëm të harroni detajet praktike të nevojshme për realizimin e saj. Përndryshe, dëgjoni idetë dhe frymëzimet tuaja krijuese, edhe nëse duken paksa të çuditshme. Zgjeroni mendjen tuaj duke mbajtur këmbët në tokë. Idetë e shkëlqyera zakonisht kalojnë nëpër shumë transformime para se të arrijnë potencialin e tyre. Për fat të mirë, ju jeni më intuitiv ndaj njerëzve dhe veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndjenjave të tyre me një tranzit Venus-Neptun në lojë. Një qasje e butë sjell shpërblime. Është gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të krijuar, shkruar, bërë art ose muzikë, ose për të vlerësuar dhe shijuar artin origjinal, teatrin, shkrimin dhe muzikën. Mund të njihni dhe vlerësoni gjëra tek dikush që mund t'i keni anashkaluar më parë. Energjia e këtij tranziti është delikate, por e ngrohtë, duke rritur imagjinatën dhe nevojën tuaj për kënaqësi. Mund të zgjidhni të hiqni dorë nga mendimet negative. Bricjapi. Mund të ketë shumë biseda që janë jo praktike ose të egzageruara sot, i dashur bricjap. Mund të jetë një ushtrim i dobishëm të mendoni në mënyra të gjera, veçanërisht nëse më parë keni humbur një mundësi duke u përqendruar kryesisht në mundësitë praktike. Idetë janë të mëdha dhe të lehta për t'u ardhur, por janë të vështira për t'u sjellë në shtëpi. Problemi është se ka kaq shumë gjëra për t'u marrë në konsiderat sa mund të jetë e vështirë të dish nga t'ia fillosh. Kjo është energjia e një kuadrati Merkur-Jupiter sot. Ritmi mund të jetë kaotik dhe jeta juaj familjare mund të jetë e rrëmujshme, megjithse për disa prej jush, e gjithë kjo mund të ndodhë në mendje dhe tensioni nervor është i mundur. Për fat të mirë, ndikimi i sotëm Venus-Neptun ju inkurajon të lini gjëra të rrjedhin natyrshëm në vend që të shtyni në fusha të caktuara të jetës suaj. Lidhjet përmirësohen dhe mund të shijoni një formë të raportit psikik ose komunikimit me dikë të veçantë. Është një kohë e mirë për të promovuar paqen dhe ekuilibrin. Ofrimi i ndihmës ose shërbimeve tuaja mund të jetë më i kënaqshëm se zakonisht. Energji e mrekullueshme është me ju për t'u lidhur me nevojat tuaja të brendshme, ndjenjen e përkatësisë dhe sigurisë dhe çështjet familjare ose shtëpiake. Ujori. Është e rëndësishme të kontrolloni komunikimet tuaja sot, i dashur ujor, pasi jeni të prirur të flisni shumë dhe ose shumë shpejt. Mund të jeni duke bërë fushat për një kauzë të mirë tani, por mesazhi mund të jetë pak i egzageruar ose i perceptuar si i tillë, dhe planet mund të mos jenë ende gati. Shqetësimi mendor mund të çojë në përvoja pozitive, veçanërisht nëse ju detyron të kërkoni informacione ose interesa të reja dhe interesante. Megjithatë, disiplina mund të mungojë nëse ju kërkohet të përqendroheni në një punë të thatë ose monotone. Për fat të mirë, po gjeni mundësi për të shprehur veten në mënyra të reja sot. Një tranzit Venus-Neptun mund të nxjerrë në pa aftësinë tuaj për të qetësuar dhe shëruar përmes komunikimeve tuaja. Gjithashtu, perceptimet tuaja rriten, duke ju lejuar të kuptoni të tjerët në një nivel krejt të ri. Mund t'i frymëzoni të tjerët me fjalët tuaja ose të shijoni disa interesa dhe projekte personale që ju intrigojnë dhe motivojnë. Ose, një çlirim nga stresi sot është shumë i mirë pritur. Peshqit. Mund të dalësh me një ide vërtet vizionare sot, të dashur peshq, ose mund të jesh duke menduar shumë në mënyrë të madhe. Mund të ketë një luftë fjalësh rreth pasurive personale, vlerës, intimitetit dhe respektit për disa prej jush. Në vend të kësaj, kjo mund të jetë një ditë kur e zakonshmja nuk të kënaq, gjë që mund të çojë në mendime interesante. Ndërsa mund të jesh jo produktiv tani ndërsa përqendrohesh në gjërat më pak thelbësore, ke tendencë të shohësh shtresat e fshehura të një situate. Tranziti i sotëm Venus-Neptun inkurajon dëmshurinë dhe marrjen e më shumë kohës për t'u çlodhur. Ndihma ndaj dikujt mund të jetë veçanërisht e dobishme me këtë tranzit. Të sjellësh më shumë imagjinat, vizion, kreativitet, ngrohtësi, bujari dhe dëmshuri në ekuacion mund të jetë magjike tani. Rrethanat mund të jenë të tilla që mbështetja shpirtërore vlerësohet dhe nevojitet. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.